E rënd. Fëmia goditet nga mushka në kokë niset me helikopter drejt Vlorës sepse rruga është e prishur. Shembja rrugës në fshatin Bashaj në një aks rrugor rreth 500 metra ka detyruar sot forcat ajrore të ndërhyjnë me një helikopter për të shpëtuar një fëmijë i cili kishte pësuar një goditje në kokë 2 ditë më parë nga mushka. Fëmia ndodhej në gjendje të rëndë shëndetësore dhe u transportua me helikopter drejt spitalit të Vlorës pasi ambulanca nuk mundi të shkonte në zonë për shkak të mungesës së rrugës. Aksi rrugor rezulton i shembur prej 5 ditësh së bashku me një pjesë të malit problematik për të cilën është raportuar edhe ditët e fundit.